Një moshkull nëse është fizikisht i rrezikshëm, është atletik, ka kurajo, edhe ka aftësinë me kontrollu. Këto meshkuj janë bekim për njerëzimin. Edhe forca speciale për shembull, janë po këto meshkujt që dolin vit parë. Këto janë meshkujt rrezikshëm, këto janë meshkujt që tonë ndrohet trakasim kur bojnë i gest heroik, ëh. Mos harrojmë këtë sen. Domethënë janë po këto meshkujt të rrezikshëm që për do njerëz mendojnë se janë nuk janë të mirë për njerëzimin. E kupton? Kështu që problemet po ndodhin, vrasit po ndodhin në shqiptari, edhe në këtë botën, po jo vetëm në shqiptari, vetëm nga meshkujt e dobët, që s'din me kontrollu ndjesitë. Personalisht një moshkull i fortë, një moshkull që di me kontrollu veten, edhe pse është rrezikshëm, nga që e din vetë se çfarë mund të bëjë, shmangët, di me kontrollu ndjesitë. Kupton? Këto budalliqet që ndodhin janë nga meshkujt dobët. Për me fillu një moshkull i rrezikshëm, domethënë një moshkull që është i rrezikshëm me bë diçka, duhet të qenë një temë ekstrem shumë e rëndësishme për ta. Ma duhet të qenë diçka si ka përdhunu dikush vajzën, ose i ka prek vajzën, ose i ka vrarë dikush vllaun, ose larg qoftë, janë gjëra tema larg qoftë. Domethënë, një moshkull që është moshkull nuk zehet kot për i kafe rrugës. Për shembull, unë personalisht, nëse dikush mund jetë edhe për çdo lloj teme, për shembull, so market, më thon dikush, nëse dikush kalon para meje, për shembull, unë jam të prit mbrall nëse dikush kalon mbrall para meje, edhe ma zerrallën. Mirë me ta, okay, futu, s'ka problem. Ose nëse për shembull jam të porosit diçka, një steak në restorant, edhe nga steaka vjen një gjoks pule. Sfira me mi thënë kamarieri, unë kam porosit këta me bërë shere, quksin e pulës edhe hiki. Do thënë janë do tema që janë shumë delikate edhe aty varet moshkulli çfarë karakterit ka moshkulli. Shoqërisë tonë duhen meshkujt fort, i duhen meshkujt fort fizikisht, meshkujt që kanë kurajo, edhe duhen meshkujt, edhe po këto meshkujt edhe me kontrollu ndjesitë. Suk janë edhe për shembull edhe këto kur shkon ti me bë boks, ose kur shkon me bë karate. Ti automatikisht nuk lejosh mëson edhe si me kontrollu. E kupton? Se ti nuk është të mësu me bë boks për më rraf njerëzve të rrugës. Po mësot edhe ajo, domethënë në Japoni ose në Kinë kanë atë prioritetin se si me kontrollu, të mësojnë edhe si me kontrollu ndjesitë. Kështu që moshkulli i fort, problemet që ndodhin në shqiptari janë vetëm se ka meshkuj dobët. Ka dështak. Të janë meshkuj dështak. Një moshkull që është moshkull, kur e shef një sherr se të ndodh atje, ban 10 kilometra anash vetëm për me evitu sherrin. Këto nuk janë, e kupton? Edhe faktikisht mirët shembull mirët kjo kundërta. Në shqiptari si gjasma i fortë është ai që futet sherrë edhe fillon e shan. Ai ke pa këto njerëzit bajat, ai ke pa këta, si thënë. Unë baja ashtu grus, unë nanën, unë tatën, e kupton? Fillon e shan as bajate është bën gjithçka, se janë bë partuza kret bashk. S'din gjë çanall, kanal. Nuk beson kërkan masën. E ke pa rrjetet sociale se nuk. Diçka me ta shpif. Unë ati vetëm e zojnë, e shohin një se s'ka kapacitet mi bë diçka. E çfarë morën fillojnë e shojnë. Unë po ty çat baj. O kur thonë, unë s'kam çam i bë ti të mallit, po çat ty çat baj sport thotë. E kupton? Domethënë është një nivel meshkujsh dështak që pretendojnë me qenë dikushi, po në vërtet janë askushi, janë dështak vjet. E kupton? Historisht me pretenduar historisht me çan.